Strategjia e kryeministrit Rama për të tërhequr mafian dhe të fortët në anën e tij ka funksionuar, duke i dhënë PS-s fitore në bastionin e dikurshëm të së djathtas, siç është Kruja dhe Fushkruja. Kështu, e kaluara e errët e Artur Bushit ishte si vija perfekte, për të cilën Edi Rama e ftoi në PS dhe e promovoi. Tashmë Bushi shijon pushtetin duke ndarë paratë sikurse të ishin fidimet e një bande dhe jo paratë e taksapaguesve. Kryebashkiaku nuk pyet për asgjë. Në mes të përmbytjes dëshirave bën tender asfalti për Thumanën. Nuk e konsulton ligjin mbi prokurimet, favorizon ata që e zhvasin buxhetin dhe kanë probleme me kontratat. E po, Artur Bushi, kryebashkiaku i Krujës, ka agjendën e tij. Nuk mund të djeg fondet e vitit 2025 pa i prekur me dorën e tij. Në fund të janarit të 2026 ka urdhëruar të asfaltohet qyteti dhe fshatrat. Të ftuarit në koktelin e tenderave janë oligarku Pëllum Salillari që përdor dashnor Sinanajn si mask, pronarët e guroreve që kanë shëmtuar Krujën dhe oligarku i Matit Arben Çela. Më konkretisht, më 26 janar 2026, Bashkia Krujë ka prokuruar kontratën me objekt sistemim asfaltim i rrugëve në territorin e njësisë administrative Thuman Bashkia Krujë. Për këtë projekt është ndarë menjëherë një fond limit 102 milion lek PATVSH. Parat janë vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë Krujë, të miratuara me buxhetin e vitit 2025, që është në 26 dhjetor 2024. Tenderi është mbajtur në 20 nëntor 2025 dhe kanë marrë pjesë 18 operator konkurrues. Gjithsesi, loja luhet nga 4-5 kompani, që ndrojnë vendet nga fituese në humse në rendin e komisionit në tenderat e asfaltit. Këto janë firmat e miqve të kryebashkiakut, si Kegli Duri, Bami Holding, Makaresh, Uda, Zdrava dhe Salillari. Duke eliminuar tërësisht konkurrencën, janë skualifikuar në fazën e parë 16 kompani. Bushi është kujdesur që mes tyre të janë edhe ofertat më të ulta se sa ajo fituese. Mënyra arrogante e përdorur nga Bushi për të shpërblyer miqtë e tij është skualifikimi të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit. Skualifikimi i ofertës me vlerë më të ulët. Open Data Albania ka përdorur në këtë rast një flamur të kuq për të sinjalizuar riskun e korrupsionit. Në këtë tender, Pëllum Salillari ka zgjedhur të mbështesë një kompani tjetër dhe të mos dalë vetë në plan të parë për të shmangur këto diskutime. Kjo mund të jetë zgjedhja e menaxherëve, pasi pikërisht në këtë kohë është diskutuar shumë publikisht puna pa cilësi dhe mos respektimi i kontratave të mirëmbajtjes së rrugëve nga Salillari. Sidomos, problematike dhe ndjeshme për qytetarët ka qenë gjendja e rrugës së Kombit gjatë dimrit. Zyrtarisht, kompania fituese është Zdrava SHPK, me pronar dashnor Sinanajn, ortak në shumë tendera me Pëllum Salillarin. Vlera e ofertës së paraqitur është 75 milion lek. Subjekti mbështetës është Salillari SHPK. Oferta, pavarësisht se duket e koordinuar në marrëveshje me disa kompani, nuk është me ulta. Kështu, kompania Riviera 2008 SHPK ka bërë ofertën 68 milion lek PATVSH. E pranueshme është edhe shifra ofruar nga Shpresa Pikal SHPK, 72 milion lek PATVSH. Në këtë linjë është edhe oferta e Shëndelli SHPK me vlerë 73 milion lek PATVSH. Mund të merren në konsideratë edhe propozimi i RSM Construction SHPK me vlerën 67 milion lek PATVSH. Në mënyrë të përllogaritur të suksesshme, u vlerësuan vetëm 2 oferta: Bami Holding SHPK me vlerë 90 milion lek PATVSH dhe tjetra është kompania mbështetur nga Salillari, Zdrava, me ofertë afro 150 milion lek më të ulët. Salillari dhe Sinanaj ka rrezik të lënë rrugët pa asfaltuar, ose t'i bëjnë shkel dhe shko, siç e kanë zakon. Nuk duhet vënë pas për oligarkun Salillari që merr tendera pafund, por as për dashnor Sinanajn, pasi e vënë veten në vend të komisionit të tenderit dhe vlerësuam kapacitetin teknik të operatorit fitues, zbuluam se kompanitë janë të angazhuara paralelisht në kontrata të tjera publike. Kështu, 2 javë para se të merrnin tenderin nga Bushi, më 16 janar 2026, Salillari dhe Zdrava do të firmosnin kontratë me kozgjatje 2 vjet në Bashkinë Mat. Objekti i prokurimit edhe në këtë rast është asfaltim. Në tenderim, asfaltimi i rrugëve lidhëse në fshatrat e njësive administrative Burel, Baz, Lis, Komsi, Rukaj dhe 2 firma kanë marrë fondin limit 360 milion lek PATVSH. Ndërsa më 25 janar 2026, Zdrava SHPK ka firmosur kontratë si subjekt mbështetës në tenderin
Ndërtimi i objektit shumë funksional 3-4 për akomodimin e komandës së shtapit të forcës toksore repart ushtarak, numër 1001, fondi limiti i caktuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe i prokuruar nga operatori i blerjeve të përshëndruara është 254 milion lek patëvëshëm. Ndërkaq, dështor Sinanaj nuk mjaftohet me fitimet e zakonshme. Kompania e ndërtimit Strava është evidentuar në përvetësime të paras publike përmes mashtrimit me zbatimin e kontratave. Këtë e ka bërë duke marrë para nga drejtor dhe kryebashkiak të korruptuar për punimet e pakryera. Kompanisë me bazë në Fier Shegan të Lushnjës, një kontratë të audituar nga kontrolli i lartë i shtetit, i zbuluar mashtrimi me volumin e punimeve. Bëhet fjalë për tenderin me flamur të kuq për rikonstruksionin e rrugës së fshatit Çekin dhe zëvendësimin e tubacionit kryesor të ujësjellësit Çekin në Gramsh. Kontrata me vlerë rreth $1 milion është firmosur nga kryetari i Bashkisë së Gramshit Klodian Taçe. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar abuzime në zbatimin e kësaj kontrate, ku Bashkia Gramsh ka likuiduar punimet e pakryera. KLSH ka kërkuar që të kthehen parat në buxhetin e shtetit. Ndërkohë kryetari Bushi ka shpërndar lek të vjetra për të mbuluar gropat e rrugëve. Në këtë rast, objekti i tenderit është riparim me asfaltim beton i rrugëve të dëmtuara në territorin e Bashkisë Krujë. Për këtë pjesë është përllogaritur fondi limit 8 milion lek. Parat u kanë shkuar miqve të kryetarit që janë pronar kuroresh. Në tenderin fiktiv të mbyllur më 28 janar 2026, kanë marrë pjesë Bashkimi i Operatorëve Kegli Duri dhe Marrakesh, kompania Bami Holding SHPK dhe Sark SHPK. Edhe ky tender ka merituar flamuj të kuq për riskun e korrupsionit. Bashkimi i firmave Kegli Duri SHPK dhe Marrakesh SHPK me bazë në Fushkruj janë shpallur fitues, megjithëse nuk është oferta më e ulët. Pra, pronarët respektiv të kompanive fituese Durim Babasi dhe Qamil Babasi pas kanë qenë të paracaktuar për ta marrë këtë fond. Këtu ndalojmë një moment dhe informojmë publikun se këta biznesmen ja kanë nxjerr faqen Krujës me guroret e tyre. Sigurisht që këtë punë e bëjnë në bashkëpunim me Artur Bushin. Kujtojmë se më 27 janar 2023, pas denoncimeve të medias, policia bëri një aksion në zonën e mbrojtur natyrore Krast Verion, që është shpallur peizazhi i mbrojtur në vitin 2018. Në vitin 2019, Ministria e Mjedisit kishte ndalur aktivitetin e guroreve dhe furrave të gëlqeres në këtë zonë, me qëllimin e vetëm për të mbrojtur territorin. Policia e shtetit me operacione koduar Mjedisi çoi para drejtësisë administratorët e guroreve duke i proceduar penalisht. Mes tyre ishte Qamil Babasi, Flavio Babasi dhe Besnik Babasi. Ndërsa për kompanitë Kegli Duri, Salillari është vendosur gjop 300.000 lek dhe pezullim të plot të aktivitetit. Agjencia Kombëtare e Mjedisit do të propozonte edhe revokimin e lejes mjedisore. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka vendosur revokimin e lejes mjedisore dhe gjoba nga 300.000 deri në 500.000 lek për subjektet Marrakeshi dhe Babasi Ko. Ndërsa tenderi i tretë i asfaltimit që është mbajtur nga Bashkia Krujë brenda 2 ditëve është për rrugët e qytetit. Ky është besuar Arben Çelës, pronar të kompanisë Udha SHPK. Bëhet fjalë për kontratën me objekt sistemim asfaltimi rrugëve në territorin e qytetit Krujë, Bashkia Krujë. Çela e ka përfituar këtë tender me ofertën 37 milion lek patëvëshë. Në këtë projekt janë përfshirë rrugët Qyshk, Boj, Varash, Karlgega, Gavril Dara, Demerxhi dhe rruga e Cacëve. Në këtë procedurë merr pjesë formalisht me ofertë me diferencë të vogël me atë fituese Kegli Duri SHPK, 39 milion lek patëvëshë. Marrakesh SHPK e Qamil Babasit bën ofertë anomalisht të ulët, 161 milion lek patëvëshë. Edhe Mela SHPK ka ofertë të ngjashme si 2 pika ujë me ato fituese, 37 milion lek patëvëshë. Kurse kompania Riviera 2008 SHPK propozon ta bëjë këtë punë me 31 milion lek patëvëshë. Po ashtu rruga Ura Asfaltim numër 2 Elbasan SHA ka prezantuar ofertë më ekonomike, 32 milion lek patëvëshë. Përfituesi i këtij tenderi Arben Çela, ashtu si shumë biznesmen dhe oligarkë të tjerë pranë PD-s, pas rënies së Berishës nga pushteti nisën të afroheshin me Ramën, me qëllim për të vijuar lojën me tendera. Arben Çela i PD nisi të shfaqej edhe në takimet e Edi Ramës, ku në një rast, në shtator 2019 mori mikrofonin dhe tregoi se si kishte zgjedhur një hall me bashkëqeverisjen. Halli i tij i madh ishte se duhet të merrte ca para tenderash. Pas kësaj, Udhës ju çel udha për tendera me vlerë 10 milion euro nga kryebashkiakët dhe drejtorët e Edi Ramës.
Kompania e Çelës gjatë viteve të fundit ka marrë mbi 70 tendera, në shumë raste me flamuj sinjalizues të korrupsionit. Në fije të skemës klienteliste të Arben Çelës futet edhe kryebashkiaku i Bashkisë Krujë, Artur Bushi. Bushi ndërkohë është në pritje të vi radha që SPAK ta arrestoj për korrupsion. Në 17 mars 2023, Artur Bushi u paraqit në prokurorinë e posaçme. Mësohet se 7 kallëzime penale janë depozituar në SPAK ndaj kryebashkiakut të Krujës, Artur Bushi, ndërkohë që 3 prej tyre janë regjistruar për procedim. 2 janë dërguar gjykatave të rretheve, ndërsa 2 të tjera janë pushuar si çështje. SPAK po verifikon një aferë të dyshuar korruptive të Artur Bushit, me ndarjen e banesave për familjet që mbetën pas 3 pas tërmetit në nëntor 2019. Në këtë aferë të dyshuar, Artur Bushi është implikuar përmes vëllait të tij, Ilir Bushi, i cili komandon njësitë e Thumanës me urdhra verbale të ndikime të paligjshme. Shumë familje kanë bërë ndarje fiktive në gjyqjen civile me qëllim për të përfituar disa banesa padrejtësisht, ndërsa familje të tjera janë nxjerrë jashtë loje. Përfituesit kanë lidhje klienteliste me Artur Bushit, me të shkuarën e errët jashtë vendit. Vëllai i Artur Bushit, Ilir Bushi, kontrollon disa kompani, mes të cilave edhe kompaninë e transportit dhe gurores, Fazion. Me anë të kësaj kompanie, Ilir Bushi administron disa gurore në Krujë në konflikt interesi, ndërsa ishte futur edhe si nën-kontraktor i kompanisë Gjener 2 të Bashkim Ulajt, kur ka ndërtuar një segment të rrugës Tuman-Kashar. Artur Bushi dyshohet gjithashtu për korrupsion dhe shkelje të barazisë në tendera, duke diktuar prokurimet për një rreth klientësh të tij. Bushi u përfshi në politikë pas kthimit në Shqipëri nga Italia, duke u zgjedhur kryetari i komunës Tuman në vitin 2011. 2 vjet më pas, ai u bë pjesë e listës së kandidatëve të Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Durrësit dhe fitoi mandatin. Në gusht 2015, ai u bë kryetar bashkie në Krujë, ndërkohë që një investigim zbuloi se kandidati për kryebashkiak i Krujës ishte arrestuar në qershor 2010 nga policia italiane, i dyshuar për lidhje me një organizatë të trafikut të kokainës. Bushi u lirua një muaj gjysmë më pas, ndërsa çështja kundër tij u pushua dhe u arkivua në vitin 2011 nga prokuroria italiane. Përveç kësaj çështjeje, Artur Bushi shënoi në formularin e dekriminalizimit edhe një ndalim të vitit 1996 në kazerta të Italisë, ndërsa procesi përfundimtar gjyqësor ka përfunduar më 24 korrik të vitit 2010.